Si fillim va të them një sukses shumë i madh kjo me sa pas, se unë jam shumë pas kinemaz vetë edhe e shoh që në vendin tonë mungojnë këto lloj filmash. Dhe si thash ditë të tikin që nga vash nga postimi, se të gjithë ishim me idenë që as sa të dalë, sa të dalë, se edhe unë vetë kam ble bileta shumë shpejt më. Ashtu, a? Po me sa duket ja vlejtë. Po Faleminderit. si gjithmonë skenën e muzikës, si doli kjo bashkëpunimi i filmit? Jo, unë s'kam qenë gjithmonë në skenën e muzikës, Nuk sepse shumë të kesh. njerëzit që më kanë ndjekur e dinë shumë mirë që unë e kam aktoren brenda meje. E kam të shprehur edhe në klipe të mijat që aktroj edhe në skenë, kur këndoj prap aktroj. Pra, kënga nuk është e ndarë asnjëherë nga aktrimi. Që ti të përçosh emocion, duhet patjetër të dish ta bluash me veten atë që thua. Ta kuptosh emocionin se as si. Sigurisht. Unë kam pas mundësi të ndjek shumë net live, sepse edhe kemi pas një kohë që punon në bashkë. Po që në fakt të shikoja në një nivel filmit të tillë, nuk u pse vaj mundë, ose nuk e mendoja që të se bëj do, por që unë jam me atë shiko dhe beso. Po, edhe unë vetë nuk është se, do me thënë, kur mua ofrua ky rol, në fillim jo refuzova, po isha pak në mëdyshje sepse nuk e kisha kohën. Por këmbgulja e Klaudjes, të cilën e falenderoj, skenaristja, ajo me sa duket më kishte parë, në kuptimin se ti ndërton një rol dhe ti shikon dhe personazhin, se kush mund ta bëj këtë gjë. Dhe e mora pak me përtes fillimisht, duke menduar që nuk kam kohë, nuk ta jap dot një muaj. Një muaj e pak, një muaj 20 ditë, xhirime për ditë. Për kohë vlen. Dhe vetëm për këtë, jo se nuk isha dëshirë. Por sot dua ta falenderoj që këmbgulin, sepse më dhuroi një kujtim shumë të bukur, që shpresoj të ngelet edhe në mendjet e njerëzve. Jam shumë e lumtur që isha krah Margen Çalushit, jam e lumtur që isha krah Devisit, një aktor i ri, por siç e fat vetë fantastik. E lumtur krah Fioralbës, e cila e shkriu talentin në ato momente që ajo ishte në film. Krah Ariola Demirit, krah legjendave të humorit, Paradiste Vlorës, Rita Latit, Medi Malkaj, Irini Qiriako, dhe më thënë ishte një kast i mrekullueshëm. Kur mbaruam, së pari filmin, unë kisha një ndjesi që se kisha përjetuar ndonjëherë. Ndjesi e veçantë. Ndjesi e veçantë. Po ishim gjithë vlonjatët. Po sepse filmi flet për një ndodhi, le të themi, se ku ndodh në Vlorë. Por këtu shqiptarët e gjejnë veten gjithë. Do me thënë një mama si Lemja e gjen edhe në Durrës dhe në Librazh, edhe në Tropoj, edhe në Tiranë, edhe nuk ka rëndësi se Lemja luan një vlonjate. Më kupton? Ashtu siç ishte I Love Tropoja, që prap Klaudia Brahimi e ka shkruar, këtë radhë ajo mendoj që ngjarjen ta zhvillonte në Vlorë, ku u përzije, u ndërthu bukur dhe tradita, edhe muzika, dhe bukuria e vendit. Pra nuk shërben vetëm për të qeshur. Ti duke qeshur edhe mendosh për një mentalitet që akoma ekziston mes nesh. Ha? Do ekzistoj gjatë besoj, se jemi popull që jemi popull i varfër që akoma emigrojmë, që akoma e duam nusen për në shtëpi dhe jo që ne jemi të lumtur. Mos shikon një përqindje njerëzish që mendojnë ndryshe. Po ke akoma një përqindje të madhe të popullit tonë që mendon kështu. Mua në shumë momente më duke se ti nuk ishe Lemja, ishe vetë në momente se të shpon, nuk e kam tek tipi Lemjes. Po, si flisje, shumë lisë, si ishe në film. Shiko, të jesh natyrale në një rol, duhet të dish mirë si ta bësh. Nuk dua të them që ua jam shumë e aftë, por duke qenë që unë kam pas profesor Birqa Haston, një nga artistët më të mëdhenj të kinematografisë shqiptare, ai njeriu që na rinte me çaka në kokë, ku ne ishim studentë, vendosnim vinim në shfaqje. Ai më shonte shumë naturalitetit.
Ti mund t'jesh shumë i natyrshëm në jetë dhe kur je para kamerës, ti shndërrohesh. Aty ti bën sikur. Dhe ai na thoshte gjithmonë, mos e përqesh një rolin. Rolin besoje. Jetoje. Dhe unë, sa vishja kostumin e Lemës, mua gjithësi nuk më thërriste Maurela. Unë bëjsha Leme. Jetoja me karakterin. Se ishte një kënaqësi të të shikon të film edhe shumë suksese në vazhdim edhe sa më shumë filma se ti duhesh kinema. Ato se dim. Ta them si i fan si kinema se shoh me detaj që ti duhesh. Mirë, faleminderit. Sa më shumë. Faleminderit shumë, faleminderit.